kemi harruar inceneratorët dhe 5D-n, sigurisht që jo, aferat e latashme të Bashkisë Tiranës nuk mund të përfundojnë as në makinë të përdorur për të çuar burrin në punë në presidencë dhe as për veshje intimo, por janë miliardët e qytetarëve të Tiranës dhe me sa duket Spaku vazhdon të zhgënjej me një seriozitet të latashëm, miq të dashur, në këtë mëngjes, edhe për pak aktualitet politik kemi bezdisur Belind Këlliçin, i cili ka marrë mundimin të vijë në mëngjes. Këlliçi, mirë se lutem, kënaqësi Flavio, madje kam 10 ditë kam përshtypjen që s'kam ardhur dhe gjej në kushte shumë të vështira. E vërtet është. Shëndetësore, kështu që duhet të jem më shpesh kam përshtypjen. Ka qenë periudhë vështirë. Ka qenë periudhë vështirë kjo pas 11 majit, sidoqoftë Belind, do doja ta fillonim pikërisht nga 5D-ja. U duk sikur arriti një fitore politike të llëtashme. Kjo është për të pranuar, megjithatë njerëzit nuk kanë dëshirën vetvete burgun, duan shpagim. Patjetër, mbi gjitha duan din ku kanë nik lekët tjerë. Domethënë se janë vjedh ke inceneratori i Tiranës 200 milionë euro, se falenderoj që nisi fjalën duke thënë që pa diskutim aferat më të mëdha të Bashkisë Tiranë dhe madje edhe pothuajse të kësaj qeverie që do të mbahen mend, janë inceneratori i Tiranës, që deri tani ka kushtuar 200 milionë euro qytetarëve të Tiranës. Dhe është një nga skemat më të sofistikuara, e trashëm fakt, por fillim e sofistikuar për shkak se as kujt nuk i shkonte mendja ke kjo lloj arrogance, që kjo mund ndodhte. Pra, ka më mendje që gjithë kemi dyshuar tenderin. Është e pamundur, e pabesueshme, ka qenë 5D-ja. Kështu që thon këtë njerëzve intereson funditës dinë ore këto 30 milionë euro që janë vjedh me 5D-n. 200 që janë vjedh ke inceneratori, ku kanë shkuar? Pra, ku janë shpenzuar, ku janë parat dhe sa nga këto para mundet të kthehen. Dhe sa kanë akoma në përgjepa këta. Qytetarët janë të interesuar, opozita patjetër PD-ja bashkë kemi folur me 10 herë në studio. Me sa duket ajo që ti the pak më parë Flavio, shumë e vërtet, Spaku me një vendosmëri absurde vijon të qëndroj kokfort në mosbardhjen e këtyre aferave, në mosndjekjen penale të personave që janë përgjegjës kryesor, duke nisur Merium Veliajn, dhe ata që janë dënuar dje, shiko, janë zyrtarët e nivelit 3-4. Pra janë dënuar nga 6 muaj burg. Me 6 muaj burg, unë kam dalë për shumë atë ish kryetarin e Lapragës, Eglantina Zëren, drejtoresha Tirana Parkingut, e mban mend që kur parkoje makinën vinte një mesazh faleminderit, to para do shkojnë për pyllin orbital. Ku pylli? Ku se e kërkojnë pyllin, nuk ka pyll në Tiranë, nuk ka pyll fare. Nuk ekzistojnë to 1 milion pemët, kanë qenë një fiction. Kanë qenë një histori e shpikur nga kreu i Bashkisë Tiranë për të vjedhur paratë qytetarëve, për të tërhequr vëmendjen nga betonizimi i tmerrshëm dhe i përditshëm permanent që i ndodh te kryeqytetit dhe për të shitur një imazh të rrem që në fakt tashmë ka rënë dhe të gjithë e kuptojnë se çfarë ka qenë realiteti. Por ne e kemi denoncuar edhe zonjën fjalë dhe përfundon që dënohet me 6 muaj burg. Por në thelb prap nuk janë këta nivelet e zyrtarët e nivelit 3 apo zyrtarët e nivelit 4 personat përgjegjës. Edhe drejtorët e 5D-s, treshja që sot janë në burgun e Fierit, sërish ata janë ekzekutor të kësaj skeme. Ideatori dhe përfituesi kryesor është Merium Veliaj, që sot në burg është për veshmbathje për intimo që thua ti dhe nuk është për këto afera. As për 5D-n, as për incenatorin. A është dënimi me mos dënim sinjali që Veliaj mbase bën shumë burg, po jo për aferën? Pra, kam parasysh Debora Keqi u dënua, po ndërkohë hap Instagramin, shef pushime janë me gishta, kuptohet. Por thelbi është këtu, duke dhënë mesazhe, por thelbi është këtu. Të dyja këto afera, e kemi thënë për herë Flavio, çon ke Edi Rama. Në fund, pra nëse ti shkon, ke bën paprekshme. Po, bën paprekshme sepse është edhe sterilizimi. Punëtorët e Edi Ramës ke Spaku kanë porosinë që çfarë ku del shefi i madh, mos s'merren në atë punë, sepse i bie që të shqetësojnë Edi Ramën. Ideja është që të goditet Veliaj për çështje që nuk prekin Ramën. Dhe u gjet Nesti Angoni, që nuk e dim kush është, nga postimet e fundit të Veliajt në TikTok duket sikur është Arbian Mazniku, Biftek Mazniku, e thënë ndryshe. Për shkak se ai tashmë për ata që nuk e din, Biftek Mazniku nuk lidhet me peshën e tij trupore, por me bifteqet 1000 euro. 1000 euro në Dubai ke Nusreti duke ngrënë. E din, kam përshtypjen që e din shumica. Nuk lidhet. Ne sqarojmë prapë. E vërtet. Dhe kam përshtypjen që ose në mos mund të jetë Belinda Balluku apo Blendi Gonxhe, to nuk e dim, po me sa duket mundet të jetë Biftek Mazniku për shkak se ditë e fundit ju keni parë lajmin
që një çështje të cilën unë e kam denoncuar dhe ka qenë në fakt piknisja e gjithë denoncimeve, rruga Gjon Belushi, po ta mbash mend, kemi qenë dhe bashkë. Live, patjetër. Kemi denoncuar, unë nuk kam ditur kush ka qenë autoriteti që e ka firmosur, kam menduar që është kreu i Bashkisë Tiranë, patjetër, si titullari i autoritetit kontraktor. Kemi denoncuar rrugën për ata që e kanë harruar. Flavio, i rikthehemi edhe një herë. Pra, rruga shtrohej me asfaltin e Bashkisë Tiranë, me punojësit e Bashkisë Tiranë, me makineritë e Bashkisë Tiranë, dhe në përfundim kur mbaronte, në nisje të fushatës elektorale, në përfundim kur po mbaronte rruga, hapej tenderi për të filluar punimet e rrugës fiktivisht. Dhe e merrte një kompani fiktive që mbante vetëm detyrimet ndaj shtetit dhe parat e tjera i kthente kesh, kjo ishte skema për 70 rrugë në Tiranë, i kthente kesh ke drejtorët e PSD-s për të bler vota në fushat. Kur u bë denoncimi, sërish e mban mendi, u akuzuam ne, u akuzova unë, mashtrim, u çova edhe në përgjykata për shpifje e tjerë, por me sa duket, unë e kallëzova më një herë këtë aferë, depozitova në SPAK